Arlind, naftatarët e bankersit janë në grevurie. Çfarë mesazhi ke për ta? Po, i kam ndjekur nga larg, në fakt, u bë dita e 6 që naftarët janë grevurie, kanë kërkesa tërësisht realizueshme objektive si rritja e pagave dhe lidhja e kontratës kolektive. Ajo çfarë është më skandaloze është që kompania e tyre bankersi është një kompani që nuk ka vjedhur vetëm popullin shqiptar, gjithë këto vite dhe duke mos paguar taksat, por ka vjedhur një farë kuptime dhe punëtorët duke mos u siguruar paga denja. Dua t'i kujtoj gjithë atyre që na dëgjojnë se kompania Bankers ka paguar drejtorët e vet deri në 800.000 euro pag, 800.000 euro pag në vit, që është vërtet skandaloze, sidomos për një kompani që hiqet që nuk ka fitime dhe më pasoj nuk do të paguaj tatimin e fitimit. E njëjta kompani ka harxuar qindra mijëra euro, na e thot media shqiptare dhe hetimet e prokurorisë për të paguar marketing edhe reklama të rrejshme nëpër televizione, për të shtruar festa e gjithçka tjetër, dhe kjo kompani nuk pas ka para për t'u përgjigjur punëtorëve. Unë edhe gjithkush lëvizjen bashkë shprehim solidaritetin tonë me punëtorët grevistë të Bankersit, e di që aktivistë tanë nga Fieri kanë qenë pranë punëtorëve, gjithsesi kisha një thirrje për ta, një mesazh për ta, do të kërkoj që të kërkojnë solidaritetin e punëtorëve të tjerë. Në vendet e tjera më të përparuara, grevat kanë sukses atëherë kur punëtorët e sektorëve të tjera, apo të kompanive të tjera solidarizohen me punëtorët grevistë, kështu që do doja shumë që ata t'i bënin thirrje. Bie fjala edhe punëtorëve të njëjtë profesioni, si naftarët ku kanë mbetur në Alpetrol, sepse rafinerinë e Ballsit e kanë shkatruar siç dihet, po t'u bëjnë thirrje solidariteti edhe naftatarëve, edhe minatorëve që po protestojnë dhe kanë hyrë në grevë të përditshme prej shumë kohësh në Spaç. Vetëm ky bashkim dhe solidaritet mes punëtorëve, mes njerëzve të punës dhe mes gjithkujt që kërkon që vendi ynë të bëhet më i mirë duke respektuar drejtat në punë mund të sigurojë suksesin. Edhe një herë solidariteti plot nga unë edhe nga kushdo në lëvizjen bashkë.